e shiti nënën e tij të vdekur për 5.000 euro. Një grua e moshuar në Francë, në moshën 93 vjeçare, e kishte pranuar Islamin pas kohës së ikindis, kurse kishte vdekur pas kohës së yatsis. Ky është rasti i një infermiereje në pension nga Franca. Ajo ishte 93 vjeç. Ajo jetonte vetme në banesën e saj. Asnjë nga fëmijët e saj nuk kujdeseshin për të. Ajo kishte vështirësinë e ecje dhe përdorte një pateric. Përti rrugës, fqinji i saj në ndërtesë ishte musliman. Kur e shihte duke u ngjitur shkallëve, ai zbriste para saj, ja merrte gjërat dhe ja çonte te dera. Pastaj ndihmonte që të ngjitej deri në apartament. Madje ndonjëherë edhe banesën ja pastronte. Ajo e shikonte me habi. Pse ai po i bën të gjitha këto? Çfarë e motivon për ta bërë këtë? A ka ndonjë arsye brapa gjithë kësaj? Një herë, ajo nuk u përmbajtë dhe e pyeti: "A të paguan ty dikush për këto që po mi bën?" Fqinji u përgjigj: "Po." Ajo heshti. Mendoi dhe shpresoi se djali i saj ndoshta e kishte porositur këtë fqinj që ky ta ndihmonte, se ai e kishte paguar që ky të kujdesej për të. Një ditë, derisa fqinji po i shërbente kësaj gruaje të vjetër, ajo e pyeti: "Kush të paguan ty për këtë që po më bën?" Muslimani u përgjigj, duke shikuar lart në qiell: "Allahu." Përgjigjja e tij e goditi shumë. Ajo heshti për ca kohë, por pastaj i tha: "A mund të më flasësh edhe mua për atë që të paguan për këtë që bën? Kush është ai?" Fqinji musliman e informoi gruan e moshuar për Allahun edhe për fenë islame, pas së cilës ajo shprehu dëshirë që ta pranojë Islamin. Ai e çoi atë në qendrën islame më të afërt. Pas namazit e ikindis, gruaja e vjetër e pranoi Islamin, kurse pas yatsis vdiq. Ajo i fali vetëm 2 namaze në jetën e saj. Subhanallah. Kur erdhi koha që trupi i saj të merrej dhe të varrosej, erdhi djali i saj. Ai u njoftua për vdekjen e saj. Pasi nëna e tij vdiq, ai shkoi në shtëpinë e saj që t'i merrte orendit shtëpiake dhe filloi t'i shiste ato me çmime të ulta. Kur muslimanët erdhën për ta marrë trupin e gruas së vjetër për ta varrosur në varrezat muslimane, djali kundërshtoi duke thënë: "Ne do ta varrosim atë në varrezat tona." "Ajo e ka pranuar Islamin", i thanë muslimanët e pranishëm. "Jo, ajo kurrë nuk e ka pranuar Islamin", pohonte djali kategorikisht. Midis tyre u zhvillua një mosmarrveshje. Muslimanët donin ta varrosnin në varrezat e muslimanëve, sepse ajo e kishte pranuar Islamin, kurse djali i saj këtë nuk e lejonte. Në fund të debatit, çfarë tha djali? Ai u tha muslimanëve: "Po shoh se ju jeni shumë këmbgulës që ta varrosni atë në varrezat tuaja." "Po", u përgjigjen ata. Ai tha: "Në rregull, unë do t'ua shes juve atë." Ata e pyetën: "Sa?" 5.000 euro, tha djali të moshuarës që kishte vdekur. Muslimanët nxituan t'i mbledhin 5.000 euro dhe më në fund ia paguan shumën e plot. Ata e morën nënën e tij në morg, e lanë sipas traditës islame, e mbështollën me qefin, ja falën namazin e xhenazes dhe e varrosën në varrezat muslimane. Subhanallah. Djali e shiti nënën e tij, kurse fqinji musliman, për shkak të bamirësisë së tij, ishte shkaktar që ajo e pranoi Islamin. Ata pyetën për të kaluarën e saj dhe u informuan se ajo kishte qenë infermiere, kishte qenë shumë e mëshirshme dhe e kujdesshme ndaj pacientëve, ishte sjellë me ta në mënyrën më të mirë të mundshme. O Zot, na bëj neve të vdesim si besimtar dhe na i fal gabimet tona. Amin.